ndërqeveritare, por përfshin edhe dimensionet njerëzore dhe kulturore, arsimi ka fituar një rol kyç. Panajëret e studimeve për shqiptarën në Itali janë më shumë se sa eventet zakonshme informative. Ato përfaqësojnë një udhë strategjike bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve që përjetojnë një migrim të rëndësishëm akademik dhe një shkëmbim të gjallë studentësh. Italia qëndron prej dekadës si një destinacion kryesor arsimor për studentët shqiptar. Sipas të dhënave statistikore italiane, në vitet e fundit sistemi universitar italian ka regjistruar një numër shumë të madh studentësh ndërkombëtar, ku shqiptarët janë ndër grupet më të përfaqësuara. Për shembull, në vitin akademik 2019-2020 ishin rreth 19.000 studentë shqiptar, duke përbërë rreth 9% të gjithë studentëve të huaj të regjistruar në Itali. Këto shifra nënvizojnë një fenomen që shkon përtej statistikave. Ato tregojnë një tendencë të qëndrueshme të trajtimeve shqiptar që kërkojnë arsim cilësor dhe mundësi zhvillimi personal e profesional jashtë kufive të vendit. Edhe nëse në vitet e fundit ka pasur një luhatje, numra për arsye të ndryshme demografike apo politike, trendi i mobilitetit studentor drejt Italisë mbetet i dukshëm dhe i rëndësishëm. Panajëret e studimeve për shqiptarë në Itali nuk janë vetëm një rrugë për të marrë informacion mbi programet akademike. Ato janë takime ku studentët shqiptarë ndeshen direkt me përfaqësues të universitetesh italiane, ku njoftohen për procedurat e aplikimit, mundësitë e bursave dhe kurset edhe kushtet e jetesës, që ato krijojnë në rrjete të para profesionale. Ky lloj kontakti drejt për drejt është thelbësor për ata që duan të bëjnë një zgjedhje me bazë solide dhe i jep një dimension njerëzor procesit të migrimit akademik. Bashkëpunimi mes universiteteve shqiptare dhe italiane, i fuqizuar nga programe si Erasmus+, ka çuar në krijimin e mundësive të përbashkët të studimit dhe studimeve të ndarë në dy institucionet e dy vendeve, si dhe ndjerje në pat të projekteve kërkimore bashkëpunuese. Kjo jo vetëm që rrit konkurrencën akademike, por forcon dhe kapacitetet institucionale për të përballur me sfidat e arsimit të lartë në një kontekst evropian. Në këtë kuadër, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ose siç njihet ndryshe Farnesina, luan një rol kyç në promovimin e diplomacisë arsimore italiane ndërkombëtare përmes nisave kulturore dhe bursave për studentët e huaj. Përkraja e këtyre projekteve kontribon në një krijim e një programi atraktiv për studentët shqiptar dhe nxit bashkëpunimin institucional midis dy vendeve. Nga ana tjetër, institucionet shqiptare përfshirë Ministrinë e Arsimit dhe universitetet kanë ndërmarrë një sër hapash për të lehtësuar njohjen e diplomave, për të parafruar kurrikulat dhe për të forcuar partneritetet me homologët italian. Një proces që ka ndikim pozitiv jo vetëm akademik, por dhe ekonomik e social në vend. Për këtë do të flasim sot.